Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të flasim në pjesën e parë për marrëveshjen e pensioneve me Italinë. Duket se ende pa u bërë viti kanë nisur të shfaqen problematikat e para. Jo vetëm për këtë, por edhe mbi një nisëm që po qarkullon, le të themi, dhe po flitet për gjatë ditëve të fundit, që ka të bëjë me angazhimin e qeverisë në Itali për të rikthyer apo kthyer, le të themi, pensionistët e saj, të cilët janë larguar nga Italia në vende të tjera. Në fakt nuk janë pak, janë mbi 300.000 pak nga dhënat e deri tanishme, ndërsa 3.000 prej tyre janë në Shqipëri. Krahas kësaj, një çështje tjetër po që do të trajtojmë pra ditën e sotme, do të jetë edhe një shqetësim i paraqitur në mediat italiane për mundësinë e taksimit të pensionistëve, pensionistëve italian, pra të cilët jetojnë në Shqipëri. Për këtë çështje do të flasim në pjesën e parë. Kam kënaqësinë që të kem në studio Beskida Alia, drejtuese e Inas Albania. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Ndërsa në një komunikim të drejtë për drejtë online, kam kënaqësinë që të kem Alba Kepi, gazetare. Përshëndetje Alba dhe faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që je me ne. Alba, unë dua ta nisim pak bashk me atë që përmenda, pra faktin që ka një angazhim, le të themi, përpara se ndalemi tek marrëveshja, edhe nëse po funksionon apo jo siç duhet. Por ajo çfarë ka qarkulluar këto ditë është një angazhim i qeverisë italiane, pra një plan, le të themi, një nisëm që mundëson rikthimin e emigrantëve, duke nënkuptuar pensionistët të cilët janë larguar nga Italia për një arsye apo për një tjetër. Tani, në çfarë faze është kjo? Është thjesht një ide apo ka diçka konkrete? Jo, është në diçka konkrete, me një propozim konkret, ardhur nga Partia Fratelli d'Italia, partia e kryeministres Giorgia Meloni. Është një propozim i cili ka mbërritur në Komisionin e Financës në Parlamentin Italian dhe po merret në diskutim. Është pjesë e strategjisë kombëtare italiane, pikërisht për rikthimin e pensionistëve. Është një strategji e nisur, me thënë të drejtën, edhe pak vite më parë, pasi deri në këto momente funksionon vetëm një kanal i kësaj strategjie. Në fakt, për ata pensionistë që pozicionohen apo kërkojnë të spostojnë në rezidencën e tyre të banimit, rezidencën fiskale në zonat ugore italiane, si në Sicili, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise, kanë një taksim jo si që bëhet në vendin ku ata ndodhen aktualisht, do më thonë, ka një taksim e një ule deri në 7%. Kjo strategjere që po merr në diskutim në Komisionin e Financës, Komisionin Parlamentar, pra ka si qëllim që kjo taskë e shesh të ulet në 4% dhe të kthej në territorin italian, pra të kthej në atë atë shifër që ju thatë. Konsiderohet janë rreth 310.000 pensionistë që Instituti Italian i Sigurimeve Shoqërore i paguan pensionin jashtë territorit italian. Për të kuptuar më qartë strategji kombëtare, kjo strategji kombëtare ka të bëjë me 129 projekte që kapin 129 territore italiane dhe që përfshin mbi rreth 1904 qytete dhe komuna italiane që synohen të popullohen pikërisht me këtë manovër financiare, me këtë strategji kombëtare që po përpiqet të bëj Italia. Kjo manovër pra është një lëvizje taktike sepse synon që të rikthej këtë kategori të larguar nga Italia dhe këtë do ta bëj përmes joshjes, pra një norm taksimi që është 4%. Shumë e ulët, po. Nga 7%, sikur the? Nga 7% bëhet vetëm për një numër të limituar, për ata që aktualisht kërkojnë apo pranojnë zgjedhjen të spostohen për shembull nga Roma, të spostohen në Sicilia, të spostohen në Calabria apo në Molise. Këto lëvizjet brenda Italisë. Brenda për brenda. Domethënë kush deri sot, deri të paktën në fund të 2025 ekzistonte edhe kjo mundësi. Jo e praktikuar shumë, jo me shumë sukses, por ka ekzistuar. Tashmë është një strategji në nivel kombëtar për të thithur pikërisht të numër të lartë të parave që Instituti i Sigurimeve Shoqërore paguan jashtë territorit italian. Dhe thuhet se është një shifër që ka për 2.3% të shifrës përgjithshme që ky institut lëvron në nivel kombëtar. Për të mbuluar pagesat për këtë kategori.
për këtë kategori. Dhe mendoj se ka interes jo vetëm në këtë këndvështrim, por dhe të populluar këto komuna. Italia vuan shumë popullimin e këtyre komunave, qytete dhe rajoneve jugore. Sa ishin të tilla, Alba, sa komuna? Janë 1904 që janë komuna, qyteza që janë pjesë e këtij projektit dhe janë 129 projekte që janë pjesë e kësaj strategjie kombëtare. Gjithçka mbetet për tu aprovuar, diskutuar në Parlamentin Italian, por me shumë gjasa, me qenë se qeveria ka majorancën në parlament, dhe në fakt dua të ndalem pak tek reagimet që ka shkaktuar. Pra ka pasur reagimet të cilat e kanë mbështetur si nisëm, apo ka pasur reagimet të cilat kërkojnë, pse jo, edhe le të themi incentiva shtesë në këtë drejtim, në mënyrë që të jenë më bindëse, le të themi, për ata të cilët janë larguar nga Italia. Pensionistët janë gjithmonë ankuar për këtë taksim të lartë të tyre. Ne po shohim dhe aktualisht me marrëdhënien me Shqipërinë, po shohim se po lëvizin, edhe pse janë dy rrugë të ndryshme, lëvizin apo në dy binarë të ndryshme, por kanë të dy të njëjtin qëllim. Nga njëra anë shohim shtetin shqiptar që thuhet, nuk e di sa mund të realizohet pasi nuk ka një transparencë e komunikim, që mund t'i taksoj këta pensionistë të huaj me 15%, nga ana tjetër shteti italian unë do ta ul 4%. Pra, me shumë gjasa duket se ajo rezultati finali asaj që apo ndodh është rikthimi i pensionistëve. Kemi parë edhe situata që ndodhet në Portugali, ku shumë pensionistë italianë janë spostuar para se vinin në Shqipëri, kanë bërë të zgjedhje dhe atje është bllokuar kjo lloj me një tjetër strategji kombëtare të Portugalisë dhe shumë italianë janë rikthyer në Itali ose kanë zgjedhur për të bërë të rezervë fiskale në Shqipëri. Pra unë mendoj se kjo është pozitive në momentin kur ata ankohen, ku kanë grupe interesi që përfaqësojnë pensionistët italianë, të cilët ankohen për këtë taksim të lartë. Dhe dim që Italia është nga vendet në një farë mënyrë kjo është një nisëm që i shërben, sepse qëllimi është të rigjallëroj 1094 fshatra të braktisur, pra zona të braktisur. 1904, patjetër. Pra 1094, 1904. 1904, zona të braktisura. Sura të shpopulluar, duket pak absurde kur mendon se po i popullon me pensionistë apo personat moshës tretë. Por popullimi nuk ka të bëjë vetëm me densitetin, por ka të bëjë edhe me konsumin, pasi janë komuna ku dhe ekonomia nuk lëviz, janë komuna ku dhe gjithçka në atë territor vdes ku nuk ka banor. Nëse një familje, një çift pensionistë është vendos të jetojë në një qytet apo komunë e cila po shkon drejt zhdukjes, drejt mos banimit, padyshim sjell me vete dhe familjen që ka pas, fëmijët, nipërit, mbezat, të paktën në frekuentimet qoftë javore, qoftë rastishme, pse jo dhe mund të mendohet për një tarme. Pra është një politikë që hyn atë strategjinë kombëtare italiane. Ka pasur, Alba, duke qenë se e një le të themi edhe një politikat e ndërmarra ndër vite në Itali, ka pasur nisma të tilla të ngjashme më herët për të kuptuar edhe mënyrën se si, jo vetëm do të pritet një gjë e tillë, pra një iniciativë e tillë, nëse do të përqafohet apo jo, nëse do të japi efektin e pritshëm, nëse do t'i përgjigjen kërkesës që do të bëjnë edhe autoritetet pas miratimit të nismës, por në gjykimin tënd, pra, a ka pasur më herët të ngjashme, le të themi një politikë të ngjashme dhe çfarë rezultati ka prodhuar? Përveç asaj në nivel kombëtar, që thamë në lëvizjet e brendshme, pra nëse një pensionist roman spostohet për të jetuar në një uk të Italisë, ka një ulje reduktim të taksave në 7%, unë mendoj se zgjedhja është ka shumë e qartë. O do zgjedhin të jetojnë apo të spostojnë rezidencën fiskale në një vend që e takson zero, siç është aktualisht Shqipëria, o do zgjedhin të bëjnë këtë sakrificë dhe të pagojnë 4% pa u larguar nga afetit, pra nga ato ngrohtësia familjare, lidhjet familjare që mund të kenë këtu me nipër, mbesa, edhe një vlerësim, kam përshtypjen se edhe në hartimin e një politike të tillë, edhe një vlerësim duhet të jetë bërë, pra në kuptimin se çfarë i largon këta të moshuar nga Italia. Pra, dhe mos harrojmë edhe duke diagnostikuar, le të themi, shkaqet, arsyet, fakti që është gjendur kjo si zgjidhje, apo po tentohet një gjë e tillë si zgjidhje për t'i rimarrë, le të themi, apo për t'i rikthyer sërish, do thotë që
ka, le themi, qeveria mund të ketë të dhëna mbi arsyet që i kanë larguar. Padyshim, çdo draft ligj, çdo propozim, gjithçka vjen bazën e një studimi që bind qoftë parlamentarët, qoftë grupet e interesit që marrin pjesë në këto diskutimet në komisionet parlamentare. Pra ka një database të dhënash që dhe llogaritjesh, padyshim dhe matematikore interesi. Jo më kot është përmendur në këtë propozim fakti se janë 310.000 pensione që Instituti i Sigurimeve Shoqërore Italiane i dërgon jashtë territorit italian. Jo më kot përmendet fakti se 2.3% e kësaj shifre është pjesë e totalit që ky institut paguan në nivel kombëtar dhe është një fele mirë e konsiderueshme që del jashtë kufijve italian. Po bashkë me to dalin edhe kursimet, apo ata spostojnë rezidencën fiskale, spostojnë llogaritë bankare, spostojnë gjithçka, edhe pasuritë e patundshme. Kemi parë aktualitetin në Shqipëri, shumë pensionistë blejnë banesa shtëpi vetëm për të jetuar dhe të pasojnë garanci jetese edhe në vendin në Shqipëri, në Portugali, kudo që ata shohin me interes të spostohen dhe për të mos taksuar për të bërë një jetë më të mirë. Kjo besoj se ka një bazë padyshim analize mjaft mirëfillte dhe për të bindur që parlamentarët, por dhe për të pasur një rikthim të këtij draft ligji. Nuk besoj se askush ndërmerr në iniciativë të tillë pa pasur dhe një rezultat. Kjo është mos e vërtet në fakt, sepse nuk do të kishte sens hartimi i një politike të tillë nëse të vlerësoj fillimisht faktorët edhe impaktin e pritshëm që mund të vinte prej kësaj nisme. Si e sheh Beskida? Mendon që sepse i njeh pak a shumë edhe mendsinë që kanë pensionistët italian, do t'i të paktën ata që jetojnë në Shqipëri, do të ishin të orientuar për t'u rikthyer? Po, sepse shkaku kryesor që ato zgjodhen në Shqipërinë ishte mos taksimi i pensioneve. Dhe ky shkak po ju hiqet tashmë nga dora. Dhe përbën një arsye që ato të rikthehen në vendin e tyre, ose të shohin shtetet e tjera alternative që mund të kenë një taksim zero ose me një taks tepër të ulët, siç mund të jetë shtet kandidat, Greqia për shembull. Është diskutuar që mund të jetë Greqia vendi preferuar i tyre për të zhvendosur. Ato kanë lëvizur më përpara nga Portugalia, nga Tunizia, Maroku, kanë qenë në këto shtete para se të zgjidhin Shqipërinë, ishin të lokalizuar, pastaj duke bërë një thirrje njëri tjetrit që Shqipëria është një vend i preferuar për shkak të taksës, për shkak të klimës, por edhe mikpritjes që Shqipëria bën. Ato pastaj u zhvendosën në Shqipëri, të paktën këtë 5 vjeçarin e fundit ka pasur 3.000 pensionista dhe të tjerë që ndoshta nuk janë 3.000 figurojnë zyrtari, sepse kjo shifër është dhënë për shkak të regjistrimit të tyre në sistemin ajre, pra në komunat italiane nëpërmjet faqes së ambasadës, dhe këto janë shifra të ambasadës, por ka dhe të tjerë që vinë rrinë përkohësisht një vit prove, nëse shohin veten që mund të jetojnë. Pra numri mund të jetë edhe më i lartë. Edhe më i lartë se sa kaq, kjo është një shifër zyrtare. Dhe unë e shoh që shumica prej tyre do largohen nga Shqipëria kur të futet në fuqi ky projekt. Mund të jetë një pakicë tepër e papërfillshme, vetëm ato që mund të kenë blerë një apartament në Shqipëri dhe derisa ta shesin apartamentin, mund të qëndrojnë pak më gjatë se tjerat. Por që po do largohen. Ndërkohë, Alba, të paktën me ecurinë që kanë, pra kur ndërmerret një propozim i tillë, një nismë e tillë, paraqitet për diskutim, më pas për miratim hyn në fuqi, sa është ky cikli, le të themi, sa kohë duhet për t'u zyrtarizuar? Varet nga vullneti që kanë palët, derisa të mbërrijnë në agjendën e Asamblesë Parlamentare për të votuar. Por tani jemi në fazën, pikërisht këto ditë, kam mbërritur 3-4 ditë më parë, kam mbërritur në Komisionin e Financës në Senat. Dhe më parë do shohim si do të jetë agjenda e punimeve dhe si do të vijojë. Fakti që është propozuar nga senatori Domenico Matera, që është partisë Fratelli d'Italia, kuptohet se ndoshta dhe vullneti mund të jetë i shpejtë, pasi eksperjenca ajo që kemi parë kjo qeveri kur bën një propozim vjen brenda vetë qeverisë, pra, kështu që pikërisht. Do të gjejmë mbështetje.
Aq më tepër që po merren diskutime edhe bilanci, kemi ligjin e buxhetit, më falni se shprehni ju më qartë në shqip, dhe padyshim kjo është pjesë e politikës. Edhe pse të paktën ajo që kam lexuar komentet e parlamentarëve në diskutimet në komision, kjo lloj manovre, ky lloj propozimi nuk prek fare buxhetin, pra nuk sjell një kosto më të lartë në buxhetin që të aprovohet, apo nuk ka një rëndes në ato çka është manovra. Por padyshim kur vjen propozimi duhet aprovohet, miratohet total. Mund të kaloj dhe si një amendament ose një draft brenda manovrës së buxhetit. Shohim se si do të jetë. Është në fazën e diskutimeve, por duke lidhur me ato që tha ekspertja në studio, jam dakord, mendoj se diçka e tillë mund të sjellë një rrjedhje, një rikthim të pensionistëve nga Shqipëria drejt Italisë. Mund të dhe mos presin shitjen e apartamente, mund të japin me qira. Pasi 4% me ato çka paguajnë aktualisht ata që ndodhen në Itali është mëse një propozim mëse i ndershëm për një taksim të sheshtë të këtij tipi. Prandaj dhe politika e kryeministres italiane e Partisë Fratelli d'Italia me këtë propozim mendoj se do shkojnë në bon fine, i themen e do sjellë rezultat. Okej, kjo do thotë që 2026 do të jetë finalizuar dhe mund të kemi edhe lëvizjet e para, le të themi, në këtë drejtim, impaktin e parë në këtë drejtim. Padyshim dhe shoh edhe ato çka po përcjellni ju nga Shqipëria, ky lloj heqje neni nga ligji për pensionet e huaja, po mos që nuk citohet më që ka një taksim 0%, mendoj se ka... Ja do të sqaroj, në fakt gjithçka kam përshtypjen se kjo zhurma në Tiranë nuk nisi nga asgjëja, nisi dhe pati, le të themi, si pikë referimi një artikull të publikuar në mediat italiane, La Repubblica, një gazetar i cili vinte në dukje pikërisht këtë fakt që pensionistët italianë në Shqipëri mund të përballen me një normë taksimi 15%. Çfarë ka shkaktuar, Beskida, se të paktën në komunitetin e pensionistëve italianë në Shqipëri, çfarë ka shkaktuar? Një shqetësim të madh, ato janë drejtuar menjëherë institucionet të kafeve që kanë prezencën e tyre në Shqipëri, për të kërkuar një sqarim, por më tepër edhe drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, për të marrë një informacion të cilën nuk e morën deri më tani. Po, nuk ka pasur në fakt një reagim edhe për të hequr këto dyshimet që kanë lindur pas atij artikulli. Po, as deklarata për shtyp, por njëkohësisht as në mbrapa perdeve nuk ka pasur sqarimet e duhura, madje s'ka pasur fare sqarime se si do vijojë më tej ky projekt dhe nëse do vihet në zbatim kjo taks, pra nëpërmjet divas, kjo 15%. Po, deklarimi i të ardhurave. Deklarimi i të ardhurave vjetore, të cilat parashikojnë që duhet të jenë mbi 12 milion lek të vjetra, domethënë, ose 12.000 euro, po i themi, të ardhurat, në qoftë se janë mbi këtë shifër të ardhurat vjetore, do të taksohen 15%. Flitet, pra qartësi nuk ka, bile pika e parë e referimit ishte ky gazetar italian, por dhe komunikimet pastaj shqetësimet e vetë italianëve. Në qoftë se do vjen zbatim, sigurisht ata janë të shqetësuar, sepse edhe kishin zënë një rehati duke jetuar këtu. Duke zënë një rehati tani të zhvendosën, të lëvizin. Në fakt ata gjenden tani përpara një oferte goxha joshëse nga vendi i tyre mëm, dhe nga ana tjetër përpara një kërcënimi, risku, le të themi, për një normë taksimi 15%. Megjithatë, edhe pse dua ta qartësoj pak të pjesën që edhe pse nuk ka pasur një qëndrim zyrtar lidhur me këtë fakt, pra nëse do të taksohen apo detyrimin për plotësuar deklaratën vjetore të ardhurave, pensionistët italian nga komunikimi me ekspertët, njohës të fushës, më është bërë me dije që në mënyrë kategorike nuk përcakton ligji një gjë të tillë, që do thotë të ardhurat e pensionistëve italian janë të ardhura pasive dhe nuk përfshihen në skemën e taksimit. Megjithatë, nuk marrin përsipër, le të themi, të vërtetën absolute, por në gjykimin e ekspertëve kjo është qasja. Nga ana tjetër quhen edhe të ardhura globale quhen. Duke quajtur të ardhura globale, të ardhura që vinë jashtë territorit shqiptar. Por kjo është po, ndoshta ky është ajo pike e nenit 2, sepse sot më desh të shoh edhe ligjin për tatimin mbi të ardhurat,
për të sqaruar pikërisht këtë çështje, ajo përcakton të ardhura, por jo individit, pra jo të ardhurat e individit, por bëhet fjalë për biznese sipërmarrje të cilat mund të kenë, le të themi, deg përtej Shqipërisë dhe që operojnë, pra qendrën e kanë në Shqipëri. Edhe këto të ardhura janë ato çfarë mund të tatohen. Por asesi jo pensionistët që nuk konsiderohen, pra të ardhurat e tyre janë të ardhura pasive dhe nuk përfshihen në skemën e taksimit. Gjithmonë në gjykimin e ekspertëve, sepse do duhet patjetër një qëndrim zyrtar lidhur me këtë. Patjetër. Pra do të ishte e dobishme që drejtoria e përgjithshme të tatimeve të sqaronte publikun nëpërmjet intervistave me juve apo nëpërmjet deklaratave që këtë detaj ta sqarojnë do preket apo nuk do preket kategoria e pensionistëve shqetësimi që sot komuniteti i pensionistëve mund të ketë. Po, përderisa është një shqetësim, pra dhe ku ka zhurmë nuk është pa gjë, kështu që edhe fakti që është ngritur kjo zhurmë dhe ky shqetësim i pensionistëve, rreziku dhe kanosja dhe mund të jetë. Përderisa edhe zonja Kepi shpjegoi që është edhe një nismë nga Italia për rikthimin e tyre, mund të ketë këtë prapasken që është bërë me plan që ato të rikthehen në Itali. Gjithsesi ngelet për tu parë në vazhdim, por në fakt raportet mes dy vendeve në nivel institucional. Ne përcjellim shqetësimet. Ne përcjellim shqetësimet. Bazohemi në atë çfarë thuhet. Ekspert jam ato çka ka në sektorin e saj, ne për komunikimet që sjellim përmes shqetësimeve të mediave dhe gjithçka. Mendoj, jam dakord me ju, në faktin që e kanë hequr atë nen ku shkruhet zero taksim për pensionet e huaja. Fakti se nuk është shkruar apo nuk thuhet se do të taksohen, nuk eviton në të ardhmen që të taksojnë. E qartë, pra edhe një përcaktim i tillë ligjor është evaziv, pra krijon hapësira për dyshime, për pikpyetje. Kështu që është mirë të qartësohet. Pikërisht ato shkruan te artikulli i La Repubblica, që bazohet pikërisht nga një letër dërguar nga pensionistët italianë në Shqipëri, që thonin pikërisht këtë. Ne na kanë garantuar, na thonë që nuk do të taksojnë kur, por ky ligj e ka hequr këtë nen që ne na mbronte dhe askush nuk na garanton që në të ardhmen mund të na taksojnë, pasi nuk është shkruar askund që ne jemi me 0% taksë. Pra, të shqetësim, burimi i këtij shqetësimi, le të themi, ka ardhur pikërisht nga këtu, nga komuniteti i pensionistëve italian në Shqipëri. Po, me ndryshimet e ligjit në vitin janar 2026, sidomos këto iniciativat e reja. Reforma fiskale. Po, reforma fiskale. Shumë mirë mund të sheshohen këto zëra dhe këto shqetësime me deklaratat e shtetit, institucionit përkatës. Pra, ose të Ministrisë Financave, ose Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve, e sqarojnë për pak minuta dhe kështu që të gjithë do jenë të qetë është apo jo e prekur kjo kategori e pensionistëve italianë në Shqipëri. Mirë, meqense Alba është drejt fundit, le të themi, sepse ka angazhime të tjera, vetëm diçka, Alba, që të mos marrë më shumë kohë, lidhur me marrëveshjen e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, nga ndej, nga përtej detit, le të themi, si përcillet, si ka qenë ecuria për gjatë këtyre muajve? Ka vonesa, ndoshta ekspertja që ka dhe po, do flasim me Beskida. Shqetësimi i emigrantëve këtij është se ka vonesa në përcjelljen e dokumentave nga Instituti Shqiptar i Sigurimeve Shoqërore. Ndoshta nuk kanë gjetur ekspertët e duhur, ndoshta nuk kanë gjetur kanalet e duhura për të ndihmuar. Unë dhe dje një kushëriri im morin telefon apo shkën në Shqipëri, tha pikërisht se kanë vonesa për pensionet. Këto gjëra janë të përditshme. Pra ka një lloj vonese, por nuk dua të fajsoj as Institutin e Sigurimeve Shoqërore, as autoritetet gjithçka, ndoshta mund të jetë edhe mungesë vullneti, mund të jetë edhe i personave të interesuar, pra emigrantëve që janë të përfitojnë nga kjo marrëveshje, që nuk kanë arritur të gjejnë kanalet e duhura. Por ka vonesa. Të paktën në faza e parë ka pasur vonesa në mënyrë përgjithshme, pasi ndoshta ka qenë dhe fillimi dhe ata teknikë që merren në Institutin Shqiptar të Sigurimeve Shoqërore nuk kanë pasur njohjen e duhur të këtij procesi. Por kjo mund të justifikohet, le të themi, në 3-4 muajt e parë, po bëhet viti, kështu që duhet ta kishim ndërtuar një eksperiencë, le të themi, edhe se jo t'i paraprinim finalizimin të marrëveshjes duke krijuar gjithë infrastrukturën në mënyrë që të mos penalizohen ata që dalin pension.
masarojmë dhe informalitetin që ka ekzistuar në Shqipëri shumë vite, sa i takon derdhjes së sigurime shoqërore, mënyrën si ka derdhur. Ka probleme të këtij lloji. Ne po krijojmë tashmë një kulturë qoftë të mbrojtës së drejtës, një punonjësi me kontratat e punë ose gjithçka, edhe mendon një emigrant që ka punuar si në sistemin komunist apo si në sistemin post-komunist, pastaj ka emigruar në Itali, se sa e komplikuar është llogaritja e atyre derdhjes që ka bërë në këto vite. Shumë e kanë derdhur në mënyrë autonome, pa qenë të punësuar vetëm mos i humbi një vit pune, prandaj duhet, ndoshta edhe ju më pas mund ta bëni në mënyrë më profesionale, që ftesa apo informacione që duhet të mbërri dhe emigrantëve shqiptar që përfitojnë nga tjetë që të shkojnë në zyrat e duhura, të ekspertët e duhur, të profesionistët, nëse kanë dëshirësi dhe vonesa në trajtimin e çështjes tyre apo nëse i drejtohen edhe individualisht institucionit. Po patjetër, diçka vetëm puna. Albas, po të mbajmë më gjatë. Falenderoj shumë. Faleminderit. Puna më të re, ju uroj një punë të mbarë. Faleminderit për ftesën. Do të shkojmë në pak publicitet dhe do të rikthehemi në studio për të diskutuar pikërisht me Beskidën lidhur me marrëveshjen, në çfarë faze është, problematikat e shfaqura deri më tani dhe çfarë duhet të bërë. Pra, sepse në fund ditës penalizohen të gjithë ata të cilët aplikojnë për pension nga këto vonesat që krijohen për shkak të moskthimit të përgjigjeve. Publicitet dhe rikthehemi.